Sës Jeta Statovci, mirë se erdhën në Kompas. Mirë se ju gjej që të më kënaqësi t'jem me ju. Një buxhet i diskutuar në nivele të ndryshme edhe sa i përket shpejtësisë në procedurë dhe sa i përket çështjes së mospërkrahjes së amendamenteve që u propozuan prej opozitës. Po, është buxhet rekord për vitin 2026, pra një buxhet më i madh, pra 4 miliardë, krahasu me fillimin e marrjes së mandatit, ku kishim një buxhet fillestar në 2.3 miliardë, e që falë punës, angazhimit, aktivitetit ekonomik, si dhe planet konkrete, si dhe transparencës dhe rregullsisë brenda institucioneve publike, ne shohim të ketë arritur pra në 4 miliardë, e cila është e shpërndar në 1/4 e saj për investimet kapitale, si dhe një pjesë pastaj e konsiderueshme për skema të ndryshme, qofshin ato paga dhe meditje, mirë po edhe transferet që prekin secilin qytetar, secilin familje dhe kategoritë të cilat janë më të ndjeshme ekonomikisht, të cilat parashihen edhe në kuadër të skemave të cilat shohin një rritje e që direkt pra ndikon tek qytetarët e saj. Mirë po ne kemi thënë radhazi se ky është një buxhet të cilin ne kemi prezantuar në tetor të vitit 2025, i cili ishte dorëzuar nga Ministria e Financave në afatin e parapar, mirë po për shkak të rrethanave politike, ngërshit politik, ku ne tentonim t'i jepnim një zgjidhje, mirë po nuk hasnim në mirëkuptimin e nevojshëm, e që rezultoi edhe në një palë zgjedhje, e ku pa që ngërshi politik nuk është alternativ, nuk është zgjidhje programore, e nuk është as rritje politike, as elektorale. Ne po shohim që faktikisht kemi një disponim ndryshe të këtij mandati, i cili filloi pozitivisht me miratimin e një varg marrëveshjeve ndërkombëtare, si dhe së fundi pra edhe me miratimin e buxhetit, i cili u votua nga 62 deputet të opozitës. Ju përmendet, që s'po i përkrani amendamentet, s'ka ndodhur, s'është hera e parë, ka ndodhur në vazhdimsi edhe gjatë mandatit Ne nuk kemi përkrahur asnjë amendament. As amendament që ka ardhur nga ministrat, as amendament që ka ardhur nga deputetët e opozitës, as amendament që ka ardhur nga deputetët e opozitës. Sepse kemi thënë radhazi që ky buxhet pra do të pësojë ndryshimet e veta, sepse do duhet të reflektojë gjithashtu edhe përbërjen e qeverisë, ku do të ndahen në linjat e nevojshme, si dhe do të ketë mundësi që qoftë ministrat, qoftë deputet, pastaj të japin dhe propozimet e tyre. Është llogaritur si kurse një lloj buxheti tranzitor, drejt buxhetit të cilët do t'i reflektojë dhe nevojat konkrete dhe reale, konform dhe plan programit të cilët ne kishim prezantuar për gjatë dhe fushatës elektorale. Pra do të rishikohet në ndërkohë? Absolutisht, pra është thënë edhe nga kryeministri, është thënë edhe nga ministri i financave, që një afat pra të shkurtër, po të kemi dhe programin qeveritar të miratuar nga ana e qeverisë, do të fillohen me reflektimin e këtyre prioriteteve dhe në buxhet, dhe do të ketë pra ndryshimet e nevojshme, ku aty do të ketë mundësi si ministrat, deputetët nga pozita dhe opozita të reflektojnë dhe propozimet e tyre, që pastaj do të ketë mundësi edhe që të marrin vështirësi. Si që thash, nuk është hera e parë, por shoh deputet të PD-k-s të zëm, që po thonë që në 4 vjetët e fundit kanë propozu 350 amendamente që si keni përkrah, si pushtet, as në legjislaturën e 8. Ka pasur raste të ndryshme, ne zakonisht kemi qenë udhëtar të asaj që propozimet kryesisht të bëhen para se buxheti të vijë në kuvend, në mënyrë që të adresohen drejt nga ministrit përkatëse. Sepse për secilin ndryshim që bëhet, duhet marrur mjetët nga diçka për të vendosur tek një projekt tjetër. Andaj ne gjithmonë kemi qenë udhëtar ndaj të gjithë deputetëve që një pjesë e diskutimeve dhe kërkesave të drejtohen në periudhën kur bëhen edhe dëgjimet buxhetore dhe hapja e buxhetit nga ministritë e linjes, e që aty të mund të shtohen pra propozimet konkrete që vijnë nga cili do prej deputetëve. Kurse pas një aprovimi nga ana e qeverisë, çfarë do ndryshimi që pëson pra buxheti, do të nënkuptonte pra dhe ndryshim të linjave buxhetore dhe prioriteteve që nënkupton si thash dhe më herët marrin nga dikund për të vendosur dikund tjetër, e kjo shpesh din të shkaktoj edhe, le të themi, qëndrime të ndryshme edhe nga ana e ministrive të linjes. Tash, çka po interpretohet prej opozitës në këtë rast është që sërish sipas tyre është duke vazhdu kjo arroganca e numrave, e keni pas të vetëm pushtetin edhe 2021-2025, edhe tash jeni me mbi 51%, a është praktika e njëjta, është qasja e njëjtë karshi partive të tjera? Ne ishëm shumë konkret, po e marr rastin e buxhetit të Prishtinës, edhe të shtimës, ku u tentua të bëhet politike dhe me këtë, e
kishim raza dhe thirrje dhe nga ana jonë që vetëm duhet respektuar afatet dhe procedurat dhe këto amandamente dhe bugjete do të përfshihen dhe do të inkuadrohen në bugjetin përkatës. Ne pam që kërkesa nga ana e kuvendit ose asamblesë komunale të Prishtinës pas miratimit të bugjetit ishte drejtuar Ministrisë së Financave me datën 18 dhe në një periudhë shumë të shpejt është aprovuar dhe miratuar pikërisht dhe nga deputetët tonë që të përfshihet në bugjetin e Republikës së Kosovës. Kjo ndodhi si për Prishtinën, kjo ndodhi gjithashtu dhe për Shtimen dhe do të kishte ndodhur dhe për komuna tjera, në qoftë se do të ishin respektuar afatet dhe do të ishin respektuar procedurat. Andaj përderisa argumentohen, arsyetohen dhe kanë bazën logjike dhe arsyeshmërinë financiare, padyshim që do të ketë mbështetje. Ne kishëm dhe një amandament të radhës që ju edhe prezentuat, si kurse edhe Xhamin e Ibrit, i cili ne vetë kemi thënë që është prioriteti joni dhe kjo do të bëhet, është një investim të cilën e ka deklaruar dhe vetë kryeministri Kurti, mirë po do të jetë edhe pjesë padyshim e bugjetit të Republikës së Kosovës që ky projekt të realizohet dhe të ndërtohet aty ku është e nevojshme, mirë po kjo nuk mund të bëhet me amandamente që nuk zgjidhin asgjë. Pra, ishte fjala për një amandament dikun me një bugjet 500.000 euro, mirë po pa e trajtuar për çështjen e projektimit, planit, ndërtimit, e shumë specifikave që duhet ta merr vëmendjen e nevojshme një projekt me një rëndësi të tillë. Pra, do të futet në rishikim ose në bugjetet e viteve të ardhshme. Kjo është një projekt, një zotim joni politik, si dhe një synim që do të bëhet dhe do të realizohet, si dhe do ta merr mbështetjen e nevojshme aq sa duhet që të realizohet në formën më të mirë të mundshme. Brenda këtij mandati. Absolutisht që brenda këtij mandati. Ka qenë pjesë edhe e planit tonë programor, e kemi thënë zëshëm, e kemi pa dhe pajtueshmërinë qytetare në raport me këtë propozim, po do duhet bërë sakt me një planifikim të mirëfillt, me një projektim, me një aprovim të projektit e më tutjes dhe me një financim ashtu siç edhe meriton. Ky bugjet nuk i përfshin disa prej ministrive që i ka shtu qeveria Kurti 3, është rrit kabineti qeveritar, ka kritika edhe sa i përket këtij zgjerimi, është arsyetuar ekzekutive se ka qenë nevojë që është vrejt edhe gjatë mandatit të kaluar, po muhabetet kanë qenë tjera më herët, që qeverisë Kosovës nuk i duhet një kabinet kaq i gjerë. Ky nuk është një bugjet për të akomoduar ose një strukturë, le themi, ministrive për të akomoduar koalicione, ministra apo zavendës ministra, siç u bëheshin të kaluarën, shpesh herë për shkak të numrit të madh të koalicioneve, partive të cilët hynin në këtë bashkimin e tyre politik. Këtu kemi bërë ndarje sektoriale aty ku kemi parë që mund të funksionojë më mirë, dhe kjo mund të realizohet, për shembull ka sektor ku në të cilën janë 7 persona e një ministri merr 3, tjetra pra merr 4, mirë po në mënyrë që të funksionojë më mirë, sepse ka pasur raste ku le të themi infrastruktura dhe ambienti shpesh herë pra janë edhe me sënime dhe prioritetet të cilat binë ndesh me njëra tjetrën, andaj për të respektuar privatësinë e secilës dhe prioritetet e secilës para ndesh me njëra tjetrën, është vlerësuar që të operojnë më mirë ndaras. Varësisht edhe prej prioriteteve, sikurse dhe Ministria e Sportit, këtu që lidhet të dukshëm edhe me lojrat mesdhetare, e cila do të ketë investime të dukshme, do të ketë bugjet të konsiderueshëm, si dhe ka një synim të cilën po e pret pra viteve në radhë, të cilët ka dhe një përgjegjësi për të performuar dhe realizuar. Veç domethënë ka qenë gabim çështja që duhen 12 ministri. Është vlerësuar që në këtë formë do të operohet më mirë. Është vënë dhe mundësia që këto ministri, derisa të bëhet pra rishikimi i bugjetit, të mund të koordinohen përmes memorandumeve të bashkëpunimit, ku dajnë linja ose investime përkatëse tek njëra tjetra, dhe kjo do të shfrytëzohet si një kohë ku bëhet, le të themi, një planifikim më i mirë programor karshit dhe ministrive të reja, të kemi rishikimin e bugjetit, si dhe të kemi një bugjet që dhe i reflekton pra këto ministri përkatëse. Andaj dhe ne kemi thënë radhazi që është pra kemi të bëjmë me një bugjet tranzitor në mënyrë që mos të bllokohet puna tek ministrit të cilët vetë janë në le të themi funksionime sipër, sepse përderisa je vetëm ndarje bugjetore, nuk kupton që nuk mund të fillosh asnjë projekt të ri. Mund të operosh vetëm projekte të cilat i ke në vazhdimsi, mirë po nuk mund të fillosh diçka të re sepse ajo kërkon le të themi një lloj planifikimi më afatgjatë. Që kjo të mos ndodh, është vlerësuar që ta bëjmë këtë hap e muajin me radhë pra
të hymë tek rishikimi i buxhetit. Kur është çështja e punës, që pak a shumë e lidhë edhe kuvendin edhe qeverinë, është agenda legislative e qeverisë. Sot u miratu për 2 vjetët e parat mandatit, çka theksohet është çështja e byrose dhe çështja e çmimeve tavan, dy draftet të cilat i ka rëzu gjykata kushtetuese. Qysh doni me i bind tash edhe deputetët edhe mos me shkel kushtetutën me dokumentet që i ofronin kuvend? Shiko, në kuvend shpesher shesh shumë anomali, unë shihja sot dhe amandamente nga ana e deputetëve që flisnin për sigurimet shëndetësore, që janë absolutisht shumë të nevojshme, mirë po në anën tjetër pikërisht këta deputetë të opozitës e kanë dërguar faktikisht ligjin për sigurimet shëndetësore në gjykatën kushtetuese, e që për një kohë të gjatë ka mbetur pastaj peng e procedurave në gjykatën kushtetuese, e pastaj dhe me verdiktin final të cilën kishte që nuk ndërlidhej as pak me ligjin, mirë po ndërlidhej me procedurat brenda në kuvend. Prandaj shpesh herë ndodhin dhe anomali të tilla të cilat të bën të gjykosh se si mund të ketë gjendrime të tilla ka shi diçka që është kaq substanciale dhe esenciale. Ne kemi qenë të habitur si dhe me vendimin e atashëm të subjekteve të caktuara politike ku pikërisht ligjin për çmime tavan e dërgua në gjykatën kushtetuese, sepse ai ligj tenton të targetoj kryesisht familje apo kategori të cilat janë më të ndjeshme ekonomikisht, e kur bëhet fjalë për disa nga produktet bazë, disa nga produktet më esenciale që më sa kujtoj atëherë kanë qenë diku rreth 20 në tërësi, që të mos rëndonin gjendjen e tyre financiare deri në një pikë që të mund të ishte abuzive, në mënyrë që të ruhej një lloj normaliteti në çmime dhe ai u dërgua në gjykatë kushtetuese. Kishim një kundër kushtetues. Po shiko tash ne shpesh herë mirëmbajmë opinionet tona dhe mendimi im do të kishte qenë që jo domosdoshmërisht pajtohem me mendimin e gjykatës kushtetuese. Pra ne mirëmbajmë mendimet tona, mirë po si organi më i lartë padyshim që i subordinohemi dhe i respektojmë, mirë po në rrethanat kur ne kemi thënë, në rrethanat të krizave, në rrethanat të destabilizimit të çmimeve, në rrethanat të mbylljeve të kufive, të mos eksportit nga shtetet të saktuara e që e afekton tregun e brendshëm, në atë kategori që janë të ndihshme duhet të ndjehet dora e shtetit në mënyrë që të mirëmbahet dhe të ruhet stabiliteti ekonomik financiar i familjeve të cilat janë më të ndjeshme ekonomikisht. Kjo ka qenë jo një masë e shpikur nga ne, kemi pasur një varg shtetet bashkimit evropian që cilët e kanë aplikuar, e një varg shtetet të rajonit të cilët e kanë aplikuar një masë të tillë. Besoj që rekomandimet e gjykatës kushtetuese tashmë veç se do të fuzionohen edhe do të jenë pjesë e projekt ligjit, pas që Ministri Akusari kishte bërë inicimin e kësaj procedure, do të ketë besoj grupin punues në vazhdim dhe do të kemi dhe draftin në kuvend, të cilën besoj që ka thënë që brenda marsit do të sjellë kuvendit. E kemi thënë edhe për gjatë fushatës që është top prioritet për ne ky ligj dhe ashtu dhe jemi duke trajtuar. Tash ka kohë që nuk janë mbledh komisionet parlamentare për me ju lyp llogari ndërmarrjeve publike, institucioneve të tjera, komisioneve që janë të përvarura. Ajo çka është fol më shumti gjatë fushatës së shkurtit është çështja e energjisë elektrike, tash është temë që është rikthyer në diskutim për shkak të rishqyrtimit tarifor që ndodh në pranverë. Çfarë agjende keni tash në komisione dhe a është potencialisht ZRE-ja ajo që duhet ftohet në top list? Po, ju të se këtë sakt që ka kalu një kohë, ne besa përderisa kishëm këtë blokadën institucionale në kuvend, më shumë befasueshim nga i qëndrimi tyre politik, sepse në vend se të kishëm interpelanca ku ekzekutivi merret në llogaridhënie, si dhe komisione që funksionojnë e që thrasin agjensit përpara përgjegjësisë, një kishëm një mos funksionim për arsye boshe, të cilat besoj në fund u validuan edhe elektoralisht, po duket të jetë një disponim ndryshe tashmë. Besoj që tashmë dhe komisionet kanë një fazë ku mblidhen dhe bëjnë planin e tyre të dinamikës së punës dhe i përsaktojnë prioritetet. Këtu shpesher shkon qoftë me praktikën kalendarike të cilën ne ka pasur një komision, mirë po ka dhe raste ku disa çështje pra mund të trajtohen me prioritet dhe ju thatë sakt që çështja e ZRE-s ka qenë mjaft e diskutueshme dhe në këtë rast pra Komisioni për Ekonomi do të ketë dhe mundësinë që t'i thras në raportim dhe t'i
ti sqaroj të gjitha dilemat dhe nevojat për informata që mund të kenë. Endës nuk e di nëse keni që komente në zëreje, po qysh është qasja juj në këtë rast, në këtë temen e shtrejtimit potencial të energjisë elektrike? Është çështje të cilën duhet besoj fillimisht të marrur dhe zërejnë në informata të më të tjeshme, sqarimet të cilat janë të nevojshme. Nuk besoj në qoftë se zëreja është deklaruar që do të ketë shtrajtim sa i përket megawatt në raport me konsumatorin, më shumë ka pasur të bëjë me çështjet e linjave ose bartjes së energjisë, e çështjet të cilat pra rregullohen nga shteti në shtet janë kryesisht pra të hyrat të cilat mbledhen nga këto operator, mirë po me aq sa e kujtoj unë nuk ka është folur asnjëherë për shtrajtim të energjisë karshi zëreja endës është deklaru, po ka një kërkesë zyrtare të Keskos edhe të operatorëve tjerë, entiteteve të energjisë që të shtrejtohet mbi 21%. Këto kërkesa ndodhin nga operatorët, mirë po është zëreja të cilat i shqyrton, ka raste ku janë miratuar, mirë po ka raste dhe ku nuk janë miratuar. Me aq sa kujtoj nga deklarata e fundit e zërejës, nuk ka pasur të bëj me energjin karshi përditshmërisë dhe le të themi shfrytëzuesve fondor në këtë rast familjeve që e përdorin. Më shumë ka pasur të bëj me çështjet të operatorëve dhe tarifave të linjave dhe të tranzitit të cilat i përdorin për gjatë le të themi transportit të energjisë. Veç në mars nuk ka çare pa u trajtu kjo, është çështje e rregullt, është procedurë që ndodh konsultimet i fillojnë më herët, pra ka një farë lloj parashikueshmërie. Po, besoni që duhet shtrejtohet rryma, mbas të importit, shpenzimit, krizës që ka ndodhur gjatë dimrit, me rënien e blloqeve. Është një periudhë gjatë ku nuk e kemi pasur në raportim zërejën. Zëreja kur vjen i sjell të gjitha informatat. Sikurse çështjen e megavatëve të importuar, sikurse megavatëve të eksportuar, sikurse dhe çështjen e megavatëve të blerë dhe çmimin për të cilin është blerë. Një rrethon e tillë besoj që më së miri të sqaron gjendjen e sektorit energjetik në vend, si dhe nevojën për kapacitete shtesë apo jo. Ne e dimë që krahas kësaj qeveria e ka të përfunduar një ankand me solare për 100 megawatt shtesë, e ka në vazhdim me tutje edhe 100 megawatt tjera të erës, si dhe investimet në KEK, të gjitha këto në një din që të përmirësohet çështja e situatës në energji. Mirë po, ne kemi përmendur dhe si investim strategjik, çështjen e ndërtimit të 4 digave të reja në Kosovë, sepse ne kemi thënë që siguria nuk është vetëm pra në aspektin tradicional të sigurisë, me ushtrie, me polici, është gjithashtu ujë dhe energji, dhe çështja e ndërtimit të 4 digave, të cilat do të kenë një masë të konsiderueshme të buxhetit, do të jep edhe zgjidhje çështjes për ujë, mirë po gjithashtu edhe çështjes së energjisë në vend. Edhe pak më urgjente se sa krejt këto janë diskutimet për presidentin, janë më pak se 2 javë deri kur duhet të ketë epilog kjo çështje, a ka diçka në këtë temë? Është thënë edhe më herët edhe nga ana e kryeministrit që si prioritet fillestar një herë çështja e marrëveshjeve ndërkombëtare për shkak të afateve dhe presionit të afateve që kishëm dhe nga mekanizmat ndërkombëtar sikurse Banka Botërore, pastaj çështja e buxhetit, leximit të ndërmjetëm të buxhetit, votimit pastaj në përfundim të buxhetit dhe pas përfundimit dhe të këtij cikli të filloj dhe faza e diskutimeve dhe konsultimeve. Ne kishëm dhe një deklarat nga ana e kryeministrit që dhe pas përfundimit të buxhetit është i gatshëm që të fillojë çështjen e konsultimeve dhe diskutimeve rreth presidentit. Nuk mund të flas për agjendën saktësisht të kryeministrit, mirë po duke qenë vetë udhëheqës i këtij koalicioni dhe bartës i këtij procesi shumë të rëndësishëm, besoj që vetë kryeministri do arrijë që ta përcaktojë agjendën e vet dhe ta planifikojë pra dinamikën e këtyre radhave rreth një procesi shumë të rëndësishëm në raport me jetën institucionale në vend, stabilitetin politik në vend, si dhe rëndësinë tjetër për stabilitet dhe shoqëror, le të themi të tillë. Ajo që kemi konfirmuar prej kuvendit është që kurkush deri tash s'ka dërgu kandidaturë zyrtare në kuvend për postin e presidentit. Çka dihet është që Vjosa Osmani, presidenti aktuale, ka ambicie për një mandat të dytë. Çka po duhet me ditë për juve është nëse keni qëndrime tashmë jo individuale, po subjektive si partner të koalicionit. Partia Guxo, a ka qëndrim sa i përket zonjës Osmanin këtë rast? Ishte themeluese subjektit tuaj. E përmendë dhe pak më herët që çështja e presidentit për shkak të disa temave dhe një periudhë kohore e cila ishte
e ngarkuar me proceset të votimit dhe me organizimit të brendshëm, besa dhe konsultimeve të brendshme në raport me marrëveshjet ndërkombëtare, ka qenë e koncentruar në këtë agendë. Çështje tutje, me aq sa kam informata, nuk është që janë hapur ende. Besoj që kjo si hap i parë, pra do t'i ketë këto diskutime të cilat do t'i realizoj kryeministri Kurti. Përfshirë këtu faktin sepse kjo e kërkon pra një përfshirje më të gjerë. Pra çështja e presidentit i kërkon 80 deputet pjesëmarrës dhe 60 prej tyre 61 saktësisht votues. Ne si Parti Guxoj jemi 7, pra ne kemi 7 ulse, aq është fuqia jonë në kuvend. Mirë po kemi edhe kryetarët e partisë, të cilët besoj që kohë pas kohe janë në koordinim dhe me kryeministrin Kurti për të parë se ky proces si do të ecë. A shtrajtuar brenda partisë kjo çështje, kjo pikë? Ende nuk kemi arritur deri në fazë. Ne e kujtojmë sakt dhe mund të flas në rrafshin tim pra për lidhjen në të kaluarën me presidentën Osmani, si dhe me afërsinë ideologjike me presidentën Osmani, mirë po për hapjen e matutjeshëm, ku flitet pra për një konsensus më të gjerë politik, një pjesëmarrje më të madhe politike, si dhe një pajtueshmëri brenda trupave politike për kandidatin apo kandidatën në fjalë, ende nuk është në një fazë të tillë ku ka qartësi. Besoj që këto ditët pra në vazhdim do të jemi një fokus ekskluziv në këtë temë dhe do të shohim se si do të ecë tutje. Cila sipas juve është rruga e duhur deri te sigurimi i 2/3 të deputetëve? Opozita po kërkon marrëveshje politike, nuk e di nëse do ta përkrahin kandidatin ose kandidatën e subjektit më të madh parlamentar, po a duhet diskutuar, a duhet pranuar edhe kandidatura prej subjekteve të tjera? Qysh duhet shkoj rruga drejt marrëveshjes? Unë mendoj që askujt nuk i duhen një parë zgjedhje të radhës. Mendoj që është një kohë të cilat kërkon një reflektim të një maturie politike. Ne pam që shpeshherë kur refuzohet vetëm për hir të refuzimit, dhe të cilat janë boshe në kauzën e tyre politike pa ndonjë përbajtje specifike, sjelljet potenciale vetëm refuzuese nuk është që reflektojnë pozitivisht as në aspektin elektoral. Në fjalën për partitë të tjera opozitare. Po ne kishim një shembull të vitit 2025 ku kishim kandidat radhazi që refuzueshin pa ndonjë arsye, pastaj dhe ndërrim të kandidatit për kryeministër i cili u refuzua radhazi pa ndonjë arsye specifike. Nuk kishim ballafaqim programor apo të alternativave të politikave specifike, ishte më shumë refuzim për hir të refuzimit, e kjo nuk është alternativë politike, nuk sjell besim, le themi, politik. Dhe unë besoj që zgjedhjet e 2025 se kanë treguar më qartë që pritet pra të ketë përmbajtje alternativa, le themi, konfrontime në ide dhe në programe, më shumë se sa vetëm taktizime të tilla të cilët në esencë nuk kanë shumë peshë. Mendoj që kjo dhe shpresoj të sjell një dimenzion të ri të një maturie të spektrit politik, të cilët pra do të arrijnë deri tek një qëndrim i përbashkët karshi nevojës që të kemi stabilitet institucional dhe shtetëror. Cila scenario do të vazhdoj tutje, më vjen keq, mirë po nuk mund të them e as të komentoj, sepse është ende në një rrafsh në të cilën nuk janë trajtuar pra këto tema. Çfarë vlerësimi keni për Vjosa Osmanin, the sitting president, që është duke shpreh ambicie, po sidomos këto zhvillimet e fundit kanë nxit diskutime, kjo dinamika në nivelin e jashtëm, edhe raportet me SBA në këto ngjarje që ndodhen së fundmi? Unë pa dyshim që jam e anshme në këtë temë, sepse kam edhe ndërlidhjen time personale në fillimet e mia në politikë, mirë po gjithashtu edhe, si që përmenda dhe më herët, dhe afërsinë karshi bindjeve ideologjike. Mendoj që puna dhe performanca e saj ka qenë me një angazhim maksimal, mirë po gjithashtu dhe me rezultate, si në rrafshin diplomatik, si dhe në rrafshin karshi interesave strategjik. Mirë po, them edhe një herë, çështja ime është vetëm e një vote, dhe grupi jonë është relativisht i vogël, ka shi nevojës pra për 80% e 61 të cilët janë votues. Andaj këtu po besoj është çështje pak edhe subjekteve të cilët do të testojnë, do të nuhatin dhe do të shohin gjendjen tutje. Sa për fillim, si nuhatje fillestare, po duket të jetë një disponim më ndryshe në kuvend, një gatishmëri që jeta institucionale të mirëmbahet, si dhe të vazhdohet me përgjegjësitë të cilat kemi.
Mirë po, për scenario specifike, ende jemi në një fazë të cilat nuk kanë filluar as konsultimet, mirë po besoj që për gjatë rrugës edhe do të sqarohen. Një ngjarje që mori vëmendje në nivel global ishte ajo dje, në takimin inaugurues të Bordit Paqes, ku e pati një lloj fokusi edhe Kosova dhe raporti me Serbinë. Absolutisht, kjo aty ku është Amerika, padyshim që duhet jetë edhe Kosova, ku është Kosova, gjithmonë është e mirë pritur prezenca e Amerikës, këto nuk kanë alternativë si raporte, dhe çfarëdo ushqimi dhe forcimi i këtyre raporteve, mendoj që vetëm i shërben edhe interesave strategjik, edhe mirëmbajtjes së një aleance shekullore, mirë po edhe të një rëndësie të veçantë për shtetin tonë. Edhe për fund një temë që pothuaj se unifikoj gjithë spektrin politik, është çështja e procesit gjyqësor në Hag, pati thirrje të vazhdueshme edhe prej presidentes, edhe prej kryeministrit, edhe prej kryediplomatit, edhe pjesëmarrje në këtë marshën që organizuan në Prishtinë. Çfarë pritshmërish keni për epilogun e këtij procesi? Kjo është një temë në të cilën nuk e di se sa mund të komentoj, për arsye që as nuk i përket legjislaturave ku unë kam qenë e përfshirë, mirë po dhe backgroundi dhe profili im. Unë besoj dhe mund të them me bindje që lufta jonë ka qenë luftë çlirimtare, pra një luftë e cila la dikon rreth 13.000 civil, e 20.000 të dhunuara, e mira dëme financiare, ekonomike për qytetarët e Republikës së Kosovës dhe përpjekjeve tona për liri dhe për ekzistencë. Ne kemi besuar edhe në të kaluarën në drejtsinë evropiane dhe me verdiktin e atërshëm kur i dhanë dhe zotrit Haradinaj dhe zotrit Limaj, ne besojmë ende tutje në drejtsinë evropiane, parime mbi të cilat dhe shteti jonë është ndërtuar dhe vazhdon sot dhe tutje të konsolidohet tutje, andaj në rrethana të tjera ne mbesim me shpresë dhe nuk mund të gjykojmë ende epilogun në fjalë. Sa do si Halnerit shumë që gjete kod